Përshëndetje miq, mendoj se nuk është sekret që në një mënyrë apo në një tjetër, e të gjithë i gjykojmë njerëzit dhe botën rreth nesh nga pamja e tyre. Sa po shohim një person me rroba të pista në rrugë, gjëja e parë që na vjen në mendje është se ai duhet të jetë një narkoman ose një hajdut, ose të paktën një isëmur ose një person jashtëzakonisht dembel që nuk dëshiron të ndryshojë jetën e tij. Unë mendoj se është e vështirë të diskutojmë, por ka një forcë në jetën tonë që na detyron t'i hedhim një vështrim rrethit tonë. Mund t'i ndodhë çdo kujt, bile edhe njerëzve që tashmë kanë përjetuar shumë gjëra në jetën e tyre, drejtësi, gënjeshtra, tradhti. E është e vështirë t'i besosh ato, e vështirë, por ende e mundur. Kjo është saktësisht ajo se çfarë na tregon ngjarja e sotme. Por para se të nisim, klikoni butonin subscribe që mos t'i humbni videot e radhës. Kjo ngjarje filloi në vitet e 90-ta, ku një milioner i famshëm i quajtur Ken Behring duhet të shkonte në një udhëtim pune me truprojen e tij në një ndër lagjet më të varfra dhe më të rrezikshme të San Franciscos. Behring ishte mbi 60 vjeç atë kohë dhe ai ishte larg nga një person i zakonshëm. Ai ishte i përfshirë në listën e Forbes për njerëzit më të pasur disa vite me radhë që nga viti 1991. Shumë të tjerë admironin biografinë e tij, sepse ai ishte djali një pastrueses që arriti të bëjë milioner në moshën 26 vjeçare dhe rruga e suksesit të tij ishte plot sfida dhe probleme, të cilat ai kaloi me sukses. Nuk mendoj se duhet t'ju tregoj se çfarë ju desh atij të kalonte për të arritur në këtë pozitë. Ai ishte një burr i mençur që bënte kalkulime dhe jeta i mësoi të besonte në përralla. E ky udhëtim në këtë lagje nuk ishte një aksident. Behring dëshironte të ndërtonte një qendër tregtare në këtë lagje. Kjo ishte arsyeja pse ai shkoi të gjente vendin e duhur për investim. Ai duhet të luftonte fuqishëm për të fituar tokën për ndërtim dhe kur gjithçka ishte gati, vendosi të bëjë një ecje rreth bërtetit që të merrte ajër të pastër. E gjithë shëtitja e tij zgjati 30 minuta dhe më pas bashkë me truprojen e tij mori rrugën për tek hoteli luksos ku po qëndronte. Dhe ne me siguri nuk do të dëgjonim asnjërin nga këto nëse nuk do të ndodhte ngjarja në vijim. Me të arritur tek hoteli, milioneri Behring vëreti se po i mungonte kuleta e tij në xhepin e xhaketës. Më vonë u kujtua se gjatë ecjes në bregdet, ai nxori xhaketën dhe këtu me siguri humbi kuletën. Në të ai kishte pasur shumë kartela dhe para të gatshme, rreth $30,000. E pyetja ishte se çfarë do bënte më pas. Gjatë një interviste të dhënë vite më pas, ai kujton se si truproja e tij tha të shkonte përsëri tek vendi i ngjarjes, por Behring i kishte thënë që është e pamundur një kuletë e mbushur me para e kartela të ndodhej ende atje tek lagja më e varfër dhe e rrezikshme. Më pas ai vendosi që të priste derisa personi që do ta gjente ta kontaktonte milionerin Behring. 2 orë më vonë, truproja i tha që ishte kohë të prisnin, se mos ndoshta do t'ia kthenin kuletën e humbur. Do të ishte më lehtë nëse do ta humbiste në ndonjë lagje tjetër të qytetit. Në mbrëmje ishte koha që milioneri bashkë me truprojen të largoheshin nga San Francisco, por Behring vendosi të shndronte të priste ende. Truproja u habit në ky vendim dhe nuk kuptonte pse shefi i tij insistonte të priste thirrjen nga personi që do ta gjente kuletën, dhe pse personi që do ta gjente kuletën do t'i duheshin vetëm 5 minuta që ta gjente, sepse të gjitha të dhënat e tij ishin brenda në portofol. Të nesërmen në mëngjes, telefonin singroi. Ishte djaloshi që i gjeti kuletën dhe dëshironte t'ia kthente atë pronarit. Ata ranë dakord të takoheshin në njëra nga rrugicat e lagjes, por truproja kishte dyshimet e tij. Ai mendonte se personi që gjeti kuletën mund të ishte ndonjë vrasës i cili e njinte milionerin dhe tani do të donte të merrte më shumë para. Edhe pse ata nuk e dinin kush ishte personi që telefonoi, milioneri vendosi të shkonte ta takonte. Gjatë rrugës Behring i tha truprojës duke qeshur: "Unë të kam ty, prandaj nuk ka asgjë për të friksuar." Gjatë intervistës me gazetarët, ai tha se në lagje priste të takonte çdo kënd. Ndonjë njeri të moshuar apo ndonjë nën beqare që do t'i kërkonte para në këmbim të kuletës. Por çfarë ndodhi më pas është me të vërtetë e papritur. Kur ata arritën në vendin e ngjarjes, dolën nga vetura dhe po prisnin. Në lagje ata parë një djalosh të vogël. E gjatë pritjes ata e pyetën djaloshin e vogël, i cili ishte rreth moshës 10 vjeçare, se mos kishte parë ndonjë njeri aty pranë. Por djaloshi u tha se ai ishte personi që gjeti kuletën dhe nxori kuletën poshtë këmishës dhe ja dorëzoi truprojës. Ai e kontrolloi menjëherë kuletën brenda dhe të shihte se a mungonte diçka. Truproja u habit kur pasi gjithçka ishte aty brenda. Nuk mungonte as edhe një qindarke vetme.
Ky moment e impresionoi milionerin aq shumë sa që e pyeti me njëherë djaloshin se çfarë dëshironte nga ai. E përgjigjja e djaloshit e goditi më shumë. A mund të më japësh vetëm $1? Pyeti djaloshi. Përse vetëm $1? Ja ktheu tërproja. Puna është se unë dje nuk kisha $1 t'ju telefonoj që t'ju informoj për kuletën. Vetëm sot pronari shitores në lagje më dha $1 që unë ta bëja këtë telefonat. Tani më duhet ta kthej borxhin. Ngjarja preku tej mase milionerin dhe ai nuk ndërtoi një qendër tregtare në atë lagje dhe ju me siguri pyesni përse. Përgjigjja është shumë e thjeshtë. Ai fal zemrës së tij të madhe dhe fjalëve të djaloshit ndërtoi një shkollë për të varfrit dhe kjo është larg përfundimit të ngjarjes. Milioneri që ndroi jetë në vitin 2019 në moshën 91 vjeçare, mbahet mend nga miliona njerëz si milioneri filantropist. Ai harxhoi $80 milion në muzeun dhe institutin e Smithsonianit. Ai ndërtoi shumë shkolla në lagjet e varfra dhe ndau bursa për nxënësit që kishin nevojë. Në vitin 2000, Barring gjithashtu dhuroi $7.5 milion për të zgjeruar Universitetin e Kalifornisë, e me këtë rast, universiteti shpërbleu me një çmim milionerin. Por as kjo nuk është fundi. Ai gjithashtu themeloi fondacionin e Kalifornisë për personat me nevoja të veçanta, për t'u siguruar karroca personave të cilët nuk kanë mundësi financiare për t'i përballuar ato. Organizata arriti të dorëzojë 94.000 karroca në 152 shtete të botës. Në vitin 2005, ai gjithashtu themeloi grupin Jo Fitipërës që të mbështesin kursimin e ujit të pishëm në mbar botën. Në një intervistë në vitin 2010, ai vlerësoi se kishte dhuruar rreth $300 milion, duke thënë se ai nuk ishte interesuar për paratë, derisa ekzistonte diçka më e rëndësishme se paraja, që e mësoi në rrugët e San Franciscos. E sa i përket djaloshit, fatkeqësisht nuk e dim se si jeta e tij vazhdoi më tej. Por një gjë është e sigurt, fal atij djaloshi, i pasur ndërtoi një shkollë në atë lagje, e sigurisht e ndihmoi voglushin me para e përkraje. Milioneri nuk e harroi asnjëherë këtë ngjarje. Pra miq, kjo ngjarje na tregon neve se edhe veprimet më të thjeshta mund të ndryshojnë jetën e dikujt e të zbusin zemrat e njerëzve në përbotë. Ky është tregimi jon për sot. Na shkruani se çfarë do bënit ju nëse do të gjenit atë portofol, e çfarë do të bënit po të ishit në vendin e milionerit. Ndani me ne mendimin tuaj në koment. E mos harroni, subscribe kanalin dhe klikoni zilen për më shumë video si kjo.